Sot kemi ardhur në Sheq Marinas edhe për të sqaruar në lidhje me Arsen Gjinin. Është vrarë me 10 prill të vitit 1994 në Peshkëpi dhe unë kam ardhur sot në Sheq Marinas, fiks të shtëpia ku jetonte atëherë i ndjeri Arsen Lazar Gjini. Kjo është shtëpia që ka qenë depo armatimi. Disa thonë ron ky, disa thonë nuk ronaj, me disa falsifikator, gazetar, si Fevziu dhe të tjerë që përtojnë të vinë deri këtu në Sheq Marinas, sepse është një çik larg nga Firi dhe e duan të shtruar mirë. Kanë ardhur dikur dhe e kanë lënë pas dore. Sot kam ardhur drejt në vend për të sqaruar me ju, edhe për ta parë me gjatë këtë punë, uroj që të filloj nga e para, të merremi tamam me Belerin, që do merremi, nuk diskutohet, se unë kam shkuar në SPAK dhe kam dorëzuar dosjen, pas pak ditësh unë pres përgjigje dhe më shten që do vi përgjigje. Tani të shohim se kur dhe si. Këtu jetonte Arsen Gjini, në këtë shtëpi që shikoni ju pas meje. Jetonte Arsen Gjini atëherë me baban, me 2 motrat, me maman, edhe një vëllat të tij. Kur u vra Arsen Gjini me 10 prill të 1994-s, në masakrën e madhe të Peshkëpisë, së bashku me Fatmir Shehun, atëherë babai pas pak kohësh, siç më thanë këtu në fshat pak më përpara, ndroi jetë dhe ai nga merazi i madh për të biri, sepse ishte shumë i lidhur me te. Ma quan edhe me mesazh disa kur u sqaruam. Me te të tjerit emigruan, edhe vëllai shkoi në Itali, edhe mamaja shkoi në Itali, edhe të gjithë. Këtu shtëpia nuk ka njëri brenda, mua më kanë sjellur komshit e tij, gjiton të tij, më kanë sjellë me motor, me mirësjellje të plotë dhe më kanë dhënë porosi. Tani kur po kaloja që thonë disa që nuk flasin, që janë të terrorizuar, të friksuar, as të terrorizuar, as të friksuar, vetëm më thanë nuk bet asgjë për Arsenin, të parën gjë që më thanë nuk bet asgjë për Arsenin, të dytën më thanë duhet të bëni diçka, sikur për asgjë tjetër mos e bëni për nënën e tij që ka humbur djalin e vet. Janë disa protestues atje që dalin për të marrë disa ferrime, pas tyre që ndrin disa maskarënj, edhe ata që shikoni ju atje duke protestuar një herë në vit, e duke i lënë të gjërat të përkam, 31 vjet Alfred Beleri duke bredhur, edhe kokaveshët atje, që s'kan lënë gjë pa bërë dhe i pret Ardi Gjebreja gruan e kokaveshit atje, se e dim se kush është Ardi Gjebreja, dhe Blendi Fevziu dhe të tjerë, po Blendi ka folur të paktën ai, jo hiç. Prandaj dhe ata që shikoni ju ca kësul hunj, atje ca firunj, që vishen me flamunj, vinë këtu një herë në vit, dalin jo këtu, se këtu nuk vinë, se është larg, është varfëri, nuk është atje, dhe shkojnë atje, protestojnë një herë në vit, marrin ato kacidhet, ata maskarënj të mëdhenj janë pas tyre, që i fusin në protestat të tilla, ata marrin pagesat nga Beogradi dhe nga Athina, do shikoj SPAK-u pas pak ditë, do shikoni dhe do dëgjoni, kemi për të parë dhe kemi për të dëgjuar, këtu do jemi. Kështu që erdhëm këtu, vizituam këtë shtëpi të braktisur, të lënë vetëm, që djali ju vra në moshën e një 17 vjeç djali, ju dhem shpirti komshinjve kur po ndahesha tani, kishin dalë atje përpara, 17 vjeç dhe e shuan jetën e tij, e shkatruan edhe jetën e babait që ishte i lidhur me djalin, dhe sot të vim këtu për të thënë 2 fjalë që urojmë se shpejt të hapet ajo dosje dhe të mos rrinë duke na bredhur në trotuaret e Romës edhe të Parisit, ata që kanë ngrisur fletët e dosjes së Arsen Gjinit, edhe të Fatmir Shehut, fletët e dosjes, ata që janë paguar për të falsifikuar gjërat, për të mbyllur gjyqin, por në trotuaret e Romës dhe të Parisit shëtisin edhe ata që i kanë vrarë, qoftë Arsen Gjinin, qoftë Fatmir Shehun, qoftë edhe shumë dëshmorë të tjerë të këtij adheu, këtij vendi, të tradhtuar nga Berisha, të tradhtuar dhe nga Meta, të tradhtuar në mënyrë të heshtër dhe nga shumë të tjerë. Prandaj them që ti shkojmë deri në fund kësaj here, sepse nga pas është mund të jetë Greqia apo Serbia, po këtu tradhtia brenda është më e madhe se sa të gjitha të tjerat. Unë uroj të gjithë të mirat të bëhen edhe të dalë vërteta, të shkojnë në vendin e merituar, se vendi atyre nuk është për të shkuar atje ku janë, në trotuaret e Parisit dhe të Romës, po është për të shkuar dhe të 313, dhe jo të ketë mandat eurodeputeti në xhep këtu Alfred Kriminal Beleri. Ju përshëndes edhe një herë.